أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Falenderojmë dhe madhrojmë së çdo herë Allahun e lartësuar, I cili është meritori për çdo falënderim, për çdo madhërim. Atë falenderojmë, atë madhërojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë, falje, rahmet, mëshirë dhe udhëzim kërkojmë. Paqja dhe mëshira Allahut bashkë me selamet tona, salavatet tona qofshin për zotëriun e bijve të Ademit, për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Lutemi për familjen e tij, shokët e tij dhe për gjithë besimtarët e besimtarët, gjallës e të vdekun dhe për ata që do të vinë pas neve deri në ditën e Kiametit. Me lejen e Allahut edhe me ndihmën e Tij e kemi përfunduar komentimin e surës Hujurat. E kemi përzgjedhur këtë sure prej sureve të tjera për arsyeën që kjo sure është quajtur në mesin e sahabëve Suratul Adab, surja e edukatës. Edhe në 8 takime që I kemi pasur përgjatë kësaj serie, jemi munduar me I përzgjedh mësimet me të cilat Allahu I ka eduku brezin më të mirë që ka ecur në fytyrën e tokës, brezin e sahabëve. Edhe me emër të Allahut, ai që ju përmbahet atyre 5 thirrjeve që ju kanë drejtuar besimtarëve, edhe 6 atyre që ju ka drejtuar krejt njerëzve, me emër të Allahut ai quhet për njeri I edukuar. Quhet musliman I edukum, ai që ju përmbahet këtyre thirrjeve. Me lejen e Allahut, na kemi mundu që dersët javore, këto takimet tona, mos me ndalë. Për shkak që kështu na ka mësuar Zoti në Kur'an. Thot Allahu në surën Inshirah: "Fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab." Thot Allahu në surën Inshirah: "Fa idha faragta", kur të lirohesh, fansab, angazhohu fort. Wa ila rabbika farghab, dhe syno vetëm Zotin tënd. Pra kur të krysh një synim tonin, kur të krysh një projekt, kur të ke kry një punë madhështore, mos ul edhe me thon tash po pushoj. Fa idha faragta, a kryte një punë, fansab, përpiqu fort një tjetër. Mësyja një tjetrës. Wa ila rabbika, a mos synimin veç të Zotit me pat. Njëtin me pat vetëm për Allahun tënd. Pra po thot Allah, kur të krysh një projekt, kur të krysh një punë, kur të krysh një synim, mos rri kot, se nëse rrin kot e humb veten. Njerëzit që nuk kanë synime, njerëzit që nuk kanë projekte, njerëzit që nuk sakrifikojnë për diçka, ata zakonisht janë të prirur për me humb dynjan, po janë të prirur unë asht për me humb edhe ahiretin. Shiko Allah çka I thot grave të pejgamberit alayhissalam në surën Ahzab. Thot: "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula." I thot grave të pejgamberit dhe rrini në shtëpi. Pra ka qenë urdhër që gratë e pejgamberit alayhissalam me nejt në shtëpi, mos me lshu shtëpinë. Wa qarna fi buyutikunna, rrini në shtëpia tuaja. Ama me nejt kot? Jo, se nëse rrin kot shkatërrohesh. Nëse rrin kot humb. Thot rrini në shtëpi, ama wa aqimna as-salah, falni namazin. Wa atina zakat, japni zakatin. Nuk bën me nejt besimtari kot. Tani ajetin e vijim: "Wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi." Dhe kujtone çka ka zbrit në shtëpia tuaja prej ajeteve të Allahut. Pra po I thot grave të pejgamberit alayhissalam, jo rrini në shtëpi, ama mos rrini kot. E keni Kur'anin që ka zbrit në shtëpitë tuaja. Angazhoni me të. Edhe na, duke u bazu prej këtyre porosive, kemi mundu që me meditu edhe me u këshillu me Kur'an, me librin e Zotit. Ka se nuk kemi gjetë këshillues më të mirë se sa këshillimi me Kur'an. Që kjo njeti jonë. E kemi përmend të Riyadus Salihin, thënien e dietarëve që kanë thënë: njeti I besimtarit është më me vlerë se sa vepra. Pra njeti I besimtarit është më me vlerë tek Zoti, është ai që veprën e bën të shenjtë dhe të pranueshme tek Allah. Njeti jonë është na me kalu kohë me librin e Zotit. Tani puna sa është e madhe, sa është e vogël, ku ja qëllojmë, ku gabojmë, sa mujna me nxirr na diçka prej librit të Zotit, ajo është meselë tjetër. Na kemi njëtin
që me na shkru Allahu në mesin atyre, që të bohen në njënën për shtëpijave të ti, edhe e lexojnë librin e ti. Inshallah Allah na mundson me kanë mesin e tyre ja Rabbel Alamin. Këta përmend edhe njëri prej dietarëve bashkëkohor, është një Sheikh Muhammad Hasan ad-Didawi. Ai e komenton ajetin ku thot Allahu në surën Ali Imran për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Dhe Muhamedi nuk është askush tjetër, vetëm se një pejgamber. Para ti kanë kaluar edhe shumë pejgamber tjerë. E fe imate au kutile, nëse ai vdes ose mbytet, a keni me lan ju fejnë e ti? Thot ky shehu, thot e ka meditu me vjet, pse Allahu me thonë nëse vdes ose mbytet, kur Allahu e ka ditë sigur që ka me vdek. Pse Allahu me thonë ky ose ka me vdek, ose dhe ka mu mbyt. Pse me thonë një gjë të tillë, kur tek Allahu kjo punë e sigurt të kanë, që pejgamberi sa ka me vdek në shtratin e tij. Madje të ajetet e xhenetit e të xhehenamit, çush i përdor Allahu në cilën formë foljet, i përdor çdo herë në kohën e shkuar. Thot Allahu dhe kanë shku banorët e xhenetit. Edhe shkojnë banorët e zjarrit. Çdo herë kanë shkuar banorët e zjarrit. Çdo herë e përdor në kohën e shkume. Pse? Se tek Zoti kjo çështje është e kryme. A më tash për pejgamberin alison po thot, nëse ky vdes ose mbytet, jo a keni me braktis fenë e tij. Thot ky shehu ka meditu me vjet për me kuptu çka ka dashur Allah me thonë me këtë ajet. Derisa thot një ditë umra me lexu hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot: "Walladhi nafsi bi yadihi lawadittu anni uqtalu fi sabilillahi thumma uhya thumma uqtal thumma ahya thumma uqtal thumma ahya." Thot pashat në dorën e të cilët është shpirti jam. Do doja të delja të luftoja në rrugt të Allahut e të mbytesha. E pasaj të ngjallesha e të mbytesha. E pasaj të ngjallesha e të mbytesha. Thot Allahu e ka ditë që pejgamberi sa me ka pas një jetën e pastër për me shku si shahid. E kemi përmend që pejgamberi sa ka thënë, ai që kërkon prej Allahut shahidllakun e pastër me një jetë pastër, ballaghahu Allahu manazil ash-shuhada wa imma ta'ala firashi. Kam ia dhënë Allahu pozitën e shahidave edhe nëse vdes në shtratin e tij. E Allahu duke ditë një jetën e pastër pejgamberit alaihissalam për me lyp gradën e shahidit, ka thonë ky nëse vdes, a më mundet edhe mu mbyt që pejgamberi alaihissalam me vazhdu me pas një jetën për me dek si shahid. Që kur të vdes, mi a dhënë Allahu gradën e shahidit, ani pse ka vdek në shtratin e tij, sallallahu alaihi wasallam. Kështu që një jetë i besimtarit është çdo herë më i madh se sa puna e tij. E na e kemi zgjedhur që edhe këtë seri mi a kushtu një sureje të Kuranit. Aja është surja Fatiha. Lusim Allahun që më na i lehtësua, më na i pranu, edhe kërkojmë falje prej tij për çdo gjunahe i cili mund të më na bë pengesë në kuptimin e librit të tij, edhe më na bë pengesë në shijimin e adhurimit të tij. Tash në fillim të kësaj serie çdo njëri për juve mund të më pyet pse Fatiha? Pse në mesin e 114 sureve e kemi zgjedhur surën Fatiha? I gjithë Kurani është madhështor. Edhe i gjithë Kurani është prej Zotit. Mirë po surja Fatiha dallon rrënjësisht prej 113 sureve të tjera. Dallon për ka zbritja, dallon për ka vlera, dallon për ka dispozitat, dallon për ka emrat, në çdo formë dallon surja Fatiha. Ja nisëm për të parës për zbritjen. Thotë Imam Suyutiu në librin e tij El-Itqan fi Ulumi al-Quran, i përmend 25 emra të surës Fatiha. Thotë i kam gjetë 25 emra të surës Fatiha. Madje kjo e bën një lidhje shumë madhështore. Thotë surja Fatiha i ka 25 fjalë. Pa bismillah, i ka 25 fjalë. Prej çdo fjale thotë nxirret ka një shkencë. Një shkencë e dinit. Edhe thotë surja Fatiha i ka 25 emra. Njëri prej emrave që përmend Suyuti thotë është El-Kenz, thesari. Pse thesari? E përmend në Taberiun të tefsirin e tij, thotë surja Fatiha ka zbrit prej një thesarit poshtë arshit të Allahut.
që kjo Fatihaja që na po lexojna në namaz, që kjo Fatihaja që e din edhe fëmiu të na, thot ka zbrit për një arshit, për një thesarit poshtë arshit të Allahut, madhështore. Që kjo Fatihaja që është në gjoksa tonë që na dim përmendsh, thot bazën e ka tek arshi i Zotit. Pra jemi të folë për diçka madhështore. Nuk jemi të folë për diçka thjesht. Jemi të folë për diçka që bazën e ka tek arshi i Zotit. Madje zbritja e surës Fatiha, edhe kur i ka zbrit pejgamberit alayhis salam, ka zbrit plotësisht ndryshe pe çuçi kanë zbrit suret e tjera. Nuk ka zbrit njëjtë sikurse kur i ka zbrit vahji herave tjera. E përmend Abdullah ibn Abbas në hadith e që është i saktë. Thot Abdullah ibn Abbas se surja Fatiha ka diskutime a ka zbrit në Mekë, a ka zbrit në Medinë. Do dietar thonë gjysa ka zbrit në Mekë, gjysa në Medinë. Ka dietar që thonë ka zbrit edhe në Mekë, edhe në Medinë. Thot Abdullah ibn Abbas, ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë me Xhibrilin. Sami'a naqidan. E kanë dëgjuar ata dy një krism. E kanë dëgjuar një kërcitje. Thot wa rafa'a Jibrilu basarahu ila as-sama. Edhe Xhibrili ka shikuar drejt qiellit. Subhanallah. Pjesa jashtë me hadithit na bën me kuptuar se as Xhibrili nuk e ka ditë çka po ndodh. Thot ka qenë Xhibrili me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E kanë dëgjuar një krism, Xhibrili ka ngrit shikimin drejt qiellit. Edhe po i thot pejgamberit alayhis salam, "Hadha babun ma futiha qat." Që kjo derë që u qel që tash, asnjëherë nuk u qel pej kur e ka kriju Allahu dynjan, pej kur e ka kriju Allahu qiellin edhe tokën. Edhe ka zbrit një melek. Prapi thot Xhibrili pejgamberit alayhis salam, "Hadha malakun lam yanzilu qat." Po zbret që ky melek asnjëherë nuk ka zbrit më herët. Hera parë që po e shoh këtë melek, që po zbret në tokë. Vjen tek pejgamberi alayhis salam e i thot, "Ja Muhammed, abshir bi nurayni." O Muhammed, myshde, përgëzo, bi nurayni, me dy drita. Asnjë pejgamberit përpara teje nuk ju kanë dhënë ato. Cilat janë ato? Tha Fatihatul Kitab wa khawatim suratul Baqara. Tha Fatihaja edhe ajetet e fundit të surës Baqara. Thot masanaj ky meleku, thot lan taqra harfan minhuma illa utita. Nuk ke me lexu asnjë shkronjë të tyne, vetëm se kam me të dhënë ajo që kërkon. E që hadithi është i saktë. Pra, zbritja e Fatihas ka qenë plotësisht ndryshe pe asaj që pejgamberi sa më ka zbrit vahji më përpara. Madje që kjo zbritje e Fatihas ka qenë e rëndë edhe për iblisin. Thot Mujahidi radiallahu anhu. Mujahidi ka qenë nxënësi Abdullah ibn Abbasit. Thot Mujahidi, ranna iblisu arba'an. Ka ulëritur iblisi 4 herë. Hina lu'ina, ka ulëritur kur është mallkuar. Edhe ka përzon Allahu prej mallkimit, prej rahmetit e tij duke mallku. Thot hina uhbita, ka ulërit kur ka zbrit në tokë, edhe ka po në çfarë vendi ka ardhur, në çfarë ka qenë më herët. Thot ranna hina bu'itha Muhammedun sallallahu alaihi wasallam, ka ulërit kur është dërguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Wa ranna hina nazala alhamdulillahi rabbil alamin, edhe ka ulërit kur ka zbrit alhamdulillahi rabbil alamin. Ka ulërit kur ka zbritur Fatiha. Këto 4 herë thot Mujahidi ka ulërit shejtani i mallkum. Fatihaja dallon edhe pe vlerës. Imam Ahmed e përmend në Musnedin e tij, thot ka qenë një pe sahabive duke u fal. Pejgamberi alayhis salam e thirr në emër, ai nuk i përgjigjet. Kur e përfundon namazin, thot pejgamberi sa pse nuk mu përgjigje, ai thot isha duke u fal o i dërguari i Allahut. Pejgamberi sa i thot, po ti a nuk e ke dëgju Allahun se ka thënë, ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum. O ju që keni besu, përgjigjeni Allahut dhe pejgamberit. Thot mos dil pe xhamis, ja bën pejgamberi sa këtij sahabit, pa ta tregu surën më madhështore të Kuranit. Edhe thot ky sahabi duke dashur me dal pe xhamis, i thash o i dërguari i Allahut, më premtove që kemë ma tregu surën më madhështore në Kur'an. Ai tha hiya Fatihatul Kitab, është Fatihaja.
Fatiha janë 7 ajetet edhe është Kurani i madh që mu ka zbrit. Fatihaja dallon edhe për ka dispozitat. Është e vetmja sure për të cilën dënohesh nëse nuk e lexon menaditës së natës. Menaditës së natës, Fatiha ne kemi për obligim sa herë me lexu 17 herë. 17 recate që i falen menaditës së natës. Asnjë sure tjetër në farse. 17 herë për gjatë 17 rekateve fars. E ki obligim për me lexu. Nëse nuk e lexon, je mëkatar. Për asnjë sure tjetër nuk vlen kjo dispozit. Madje te Imam Ahmedi, Fatihaja është rukën. Nëse e ke lënë Fatihan, të prish namazin komplet. Kjo në nësia e madhe e Fatihas, edhe kjo dispozita e madhe e kësaj sure. Para se me fol për Fatihan, të folëm pak edhe për renditjen e saj. E sa ta sure është Fatihaja? Mushaf, këtë dina është surja parë. Tani fillon surja Bekare dhe suret e tjera. Kështu është në mushafin e Uthmanit, edhe kështu është në mushafin e shumicës së sahabëve të pejgamberit alayhis salam. Me përjashtim të Abdullah ibn Mesudit. Abdullah ibn Mesudi nuk e kishru Fatihan në mushafin e tij hiç. Jo, pse nuk ka pas vlerë Fatihaja tek ai. Përkundrazi, shkaku i vlerës së madhe nuk e ka shkruar Fatihan. Kur është pyet për nxënësave të tij, kanë thënë pse s'e ke shkruar Fatihan në mushaf, ka thënë: "Lau katabtuha la katabtu ma'a kulli sura." Sikur se ta shkruaja Fatihan, do ta shkruaja përpara çdo sureje. 114 herë kishte thonë kisha shkruar Fatihan. Që kjo është rëndësia e saj të sahabët. Sikur se ta shkruaja në mushaf, përpara çdo sure kisha më shkruar Fatihan, qysh e kënojna në namaz përpara çdo sureje. Se ti e thu Fatihan, pastaj kënon diçka pe Kuranit. Mirë, po në aspektin e zbritjes, surja Fatiha është e 5. Ajetet e para që kanë zbrit pejgamberit alayhis salam janë Iqra. Lexo në emrin e Zotit tënd. Me këto ajete pejgamberi alayhis salam çfarë është bë? Është bë nebi, pejgamber, mirë po jo rasul. Është bë vetë nebi, i ka ardhur vahji. Nuk është obligu hala me ja transmetu tjerëve dinin. Veç i ka ardhur vahji. Mas kësaj ajete ka zbrit surja, fillimi i surës Nun. Nun wal qalami wama yasrun, pa shalapsin dhe atë që shkruhet me të, ti nuk je çmendur. Pas kësaj ka zbrit surja Muzammil, o ti mbështjell, që u falu tër natën me përjashtim të një pjesë të vogël së saj. Pas kësaj është ndal vahji për pak kohë. Nuk i ka ardhur vahji për disa ditë, për disa javë pejgamberit alayhis salam. Mas kësaj ka zbrit surja Mudaththir, o ti mbuluar, qohë edhe thirr. Tash me këta u bë rasul. Se me këta po obligohet tash me ja transmetu tjerëve fen. Surja e 5 ose e para sure që ka zbrit komplet është surja Fatiha. Pse kjo renditje? Pse e bënëm na këtë kronologji? Për shkak që këshire ona logjike. Në fillim po i zbret vahji, edhe po e bën pejgamber. Masanej po i alargon frikën se ky është i çmendur, po thotë ti nuk je i çmendur. Masanej po i thot falu natën që me orientu pejgamberin alayhis salam drejt ibadetit. Masandej po ndalet vahji. Sikur me lan pejgamberin sa pak me e kuptu çka ato ndodh. Masanej ka thonë o ti mbuluar, qohë edhe thirr. Tash kur ka dash pejgamberi sa më çumi thirr tjerë. Çka më i thon? Kur kishin me pyet ata çka të ka zbrit? Ashtu 4 ajetet e para, 4 suret e para, i kanë zbrit kujna? Pejgamberit alayhis salam. Lexo ti o Muhammed, atje Nun, ti nuk je i çmendur. Atje qohë falu natën, edhe ko o ti mbuluar qohë edhe thirr. Krejt ju kanë drejtu pejgamberit alayhis salam. Tash kur kish dal pejgamberi son përpara tjerëve, çka më i thon? Këto të katërta që janë zbrit për të. Ama i ka zbrit Fatihaja, që kur të pyesin tjerë çka të ka zbrit, ai thot elhamdulillahi rabbil alamin. Për mbledhja këtë dinit, për mbledhja këtë fesë, për mbledhja këtë Kuranit. Tani surja 6 që ka zbrit cila është komplet, është Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. So është dal pejgamberi alayhis salam, i ka thirrë në Islam, çai ka thonë Ebu Lehebi, tabban lak, alihadha jama'tana, të thafshin dur pa për që ta na tubove, ka zbrit surja Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ju thafshin 2 duar të Ebu Lehebit. Që kjo është renditja pse Allah surën e parë që ka zbrit komplet, e ka zbrit surën Fatiha.
që pejgamberi alayhis salam ia zbrit komplet çak për mbledhjen e asaj çka kam zbrit me tutje. Kjo sa i përket renditjes së shpalljes. Ndërsa sa i përket renditjes në mushaf, ka arsye pse surja Fatiha është e para. Për shkak që surja Fatiha edhe është e para surës që ka zbrit komplet, andaj Xhibrili kur ka ardhur tek pejgamberi sa në Ramazan, edhe i ka treguar çish mi rendit surët, ka thënë të parën leje surën Fatiha. Se ka zbrit e para surë komplet. Po edhe për shkak që lidhet shumë mirë me surët që i ka përreth. Për shembull surja Fatiha, ata më shpërmbledhje e Kuranit. Me tregu ty tash tutje për çka bëhet fjalë e ki në Fatiha. Nëse aty Fatiha më lexohe, kuptohe, kimi e kuptu këtë Kur'anin më së miri. Zakonisht çka bëjnë njerëz? Zakonisht bash Fatihan e kalojnë. Edhe imami kur del, kena çef me kry Fatihan me këshir çka po kënon më së miri. Jo më nalte Fatihaja. Që është gabim. Surja Fatiha ka arsye pse është e para. Shumë mirë surja Fatiha na lidhet me surët e tjera. Për shembull, surja Fatiha na lidhet edhe me surën Nasr. Idha jaa nasrullahi wal fath. Pse na lidhet me surën Nasr? Surja Fatiha është e para surë që ka zbrit komplet. Surja e fundit që ka zbrit komplet. Jo ajeti, surja e fundit që ka zbrit komplet, është surja Idha jaa nasrullahi wal fath. Kur të vijë ndihma e Allahut edhe çlirimi. Kanë thënë ulemaja, për më ardhe të ndihma e Allahut edhe çlirimi, do të më nis me Fatiha. Pejgamberi alayhis salam në çlirimin e Mekës, kush e ka pru? E ka pru Fatiha. Me Fatiha shkon te fethi. Me Fatiha e arrin fitoren. Andaj e para surë është Fatiha, surja fundit që ka zbrit si sure, është surja Feth Sugra, Feth i vogël, ose surët Nasr, surja ndihmës, me Fatiha. Surja Fatiha na lidhet edhe me surën Nas, surën e fundit të Kuranit. Pse na lidhet me surën Nas? Surën Fatiha, Allahu thot, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falëndërimi takon Allahut Zotit të botrave. E ka dhënë që kemi një Zot që është Rabb, i ka kriju edhe kujdeset për këtë botë. Tani thot Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin, ka dhënë që atij i takojnë emrat më të mirë dhe është Maliki Yawmiddin, sunduesi i ditës së gjykimit. Edhe thot Iyyaka na'budu, vetëm ty të adhurojmë, pra ibadeti i takon vetëm Allahut. Çto tria i gjojnë edhe te surja Nas. Kul a'udhu bi rabbin nas. Thuaj mbrohem me Zotin e njerëzve, me ato që i ka kriju njerëzit e i mirëmban. Tash është Fatiha është pe këndit të gjithësisë, atë Nas është pe këndit të njerëzit. Se surja ka me surja njerëzit. Malikin Nas, atje tha Maliki Yawmiddin, sunduesi ditës së gjykimit. Këtu po thot Malikin Nas, mbreti edhe sunduesi njerëzve. Atje tha Iyyaka na'budu, vetëm ty të adhurojmë. Këtu tha Ilahin Nas, i adhuruar i njerëzve. Ka lidhje me surën Nas. Lidhja tjetër që kanë bërë ma kanë thënë, ai që lexon surën Fatiha, një fillestar, jo na. Një fillestar që merr surën Fatiha, me lexu për herë të parë. Atë është njerëzit Allahu i ndan në 3 kategori. Siratal ladhina an'amta alehim, në rrugën e atyre që ti i ke begatu, edhe ki i ke beku, ghayril maghdubi alehim, ata që Zoti o hidhru me ta, walad dalin, edhe ata të humburit. Tash një lexues i thjesht, a ka drejt me pyet pse kjo ndarje? Pse Allahu po i ndan njerëzit në të udhëzuar, në ata që kanë fituar hidhrimin e tij, edhe në të humbur. Kur Zoti është Rabbil Alamin, Zoti i krejtëve. Pse Allahu më i ndan njerëzit me klasifiku? Thonë, a ka drejt me bë këtë pyetje? Përgjigjen e gjan. Ku e gjan? Në surën Nas. Min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Dhe më ruaj Zot për atij që bën cytje në krahërorin e njerëzve, qoftë për gjinëve ose për njerëzve. Zoti i ka udhëzuar krejt njerëzit, po gjin, shejtan të njerëzve dhe të gjinëve janë ata që masane i shtyn njerëz, ose të ata që kanë fituar hidhrimin e Allahut, ose të ata që kanë humbur. Zoti është ai që po thirr në udhëzim, wallahu yad'u ila daris salam. Allahu po thirr për xhenet. Mirë po shejtanët e gjinëve dhe të njerëzve, dynjaja, sprovat, janë që ata që i shmangën njerëz edhe i largojnë për rrugës së drejtë. Këta aki në surën Nas. Këta mujna me lidh edhe me një urtësi tjetër.
Pse Allah tash këtë informat me na lënë në fund Kuranit? Pse Allah tash në fund me na kallëzu që prej asoj rrugës drejt, largon minel jinnati wan nas, do e gjin edhe do njerëz. Pse Allah në fund të mushafit me na tregu tash këtë informacion kaq të rëndësishëm. Këta mujna me lidhë edhe me haq. Në haq ka disa punë, ka disa ibadete që kryen veç një herë, ani pse janë shumë të rëndësishme. Për shembull, dalja në Arafat, është pejgamberi sa ka thënë el hajju Arafa, këtë haxh është Arafat. Ama veç një herë kryet Arafati, nuk kryet dy herë. Tani e ki atje tavafin, e ki janë të disa punë që kryen ka një herë edhe lirohesh prej tyre. Gjuajtja e gurve. Sa herë kryet? I kryen haxhiu ditën e parë, ditën e Kurbanit. Masanaj i thuhet shkon Mina, ama hajde apet edhe ditën e dytë gjuaj gurt edhe një herë. Tani i thuhet edhe ditën e tretë hajde gjuaj gurt edhe një herë. Nëse zën akşami në Mina pa u largu, edhe ditën e katërt do të marrë edhe një herë. Pse kjo? Kanë thënë ulemaja, këta Allah ka bërë për një arsye shumë thjeshtë. Për me i tregu haxhiut që ti haxhin e kryte, po lufta me shejtanin nuk mbaron. Ti ke me pat luftën me shejtanin sa ti je gjallë. Çata e ka lënë Allah këtë obligim në fund të haxhit. Edhe çata ka përsërit Allahu çat shpesh. Që kur shkon ai mi gjugurt atje, edhe të kujton pse po i gjuan gurt, se e ka gjuar Ibrahimi kur i ka ardhur shejtani ka thonë mos e prej djalin kurban. Se Allahu ta ka dhënë, ta shysh Allahu po ta merr, ai e ka gjuar me gurt. Ta shkon haxhiu jam njëll që ta vetës jone me shejtanin pas në punë deri në fundin e jetës. Allah na ka përmend në fundin e mushafit në surën Nas me kallëzu që me që ta shejtan pe gjinëve dhe pe njerëzve, keni punë deri në fundin e jetës juaj. E mirë, e qysh me shpëtu? Me Fatiha. Me Fatiha këtë ka në fillim, kjo është shpëtimi. Sikur në hadithin që e dini të gjithë, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e ka kriju Allahu xhenetin për me shkurtu, i ka thënë Xhibrilit, shko kështu çka ku përgatit për robërit e mi. Çka ka thënë Xhibrili, vallahi, nuk ka me dëgju dikush vetë se pas ka me shku, se jo me pa, veç me dëgju dikush ka thënë kren xhenet pas kanë marrë. Ka thënë shko shiko çka ku përgatit në xhenem, ka thënë pasha madhrin tane, nuk ka me dëgju dikush për xhenemin, vetë se ka më largu prej tij. Po, ama ka thënë prit pak. Thot pejgamberi sa më a ka rrethu Allahu xhenetin me çka? Bil makari, me vështirësi, me sprova. Edhe ka rrethu xhenemin me çka? Me knatësi, me epshe. Tani janë çata gjend, shejtan, çfarë thirrin për atë. Tash i ka thënë Xhibrilit shko kështu. Kur shka shku Xhibrili, i njëjti xhenet, i njëjti xhenem, ka thënë pasha Allahun kam frikë se asnjë nuk ka më shku në xhenet, edhe kam frikë se asnjë nuk ka më shfutu për xhenet. Se rruga është e drejtë, ama janë që të tërhiqin ty, janë disa gjëra që tërhiqin, edhe kanë me të shty, ose me fitu hidhërimin e Allahut, ghayril maghdubi alejhim, ose kanë me shty me fitu humbjen wala dhalin. Andaj, zgjidhja edhe në këtë rast është Fatihaja. Njëjtën sikur na me bën njoftimin për ders. E kena bën njoftimin që dersi bëhen në xhamin katën e dytë. E kena klimën, kena ujë të ftoftë, i kena ulësët, mirë shumë. Kur të kryna dersin, mujna me dalë me i po dë njerë që ju nalë në katën e parë. Pse ju e një nalë këtë? Po se që të na u dok pak më rafsh. Edhe që të na murmenja që të falmi. Edhe dul dikush na tha, po që të falim ty, që të do të mu majtë edhe dersi. Tash që kjo, kush i shmangu këta, ani pse ditën njoftimin, minel jinnati wan nas. Dikush për i gjinëve, asë për njerëzve. E zgjidhja është ihdinas siratal mustaqim. Zgjidhja është te Fatihaja. Sa rëndësishme është Fatiha, Allah i thot pejgamberit sa në surën Hijr, "Wa laqad ataynaka sab'an min al-mathani wal Qur'an al-azim", dhe ti kemi dhënë 7 ajete që përsëriten edhe Kur'anin e madhërueshëm. Vesh mundal me meditu sa herë përsëritem në Fatiha. Pse Allahu ka kërku pej teje edhe pej meje, që takimin me Zotin me nisme Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Pse çdo rekat duhet me përsërit një sure të tillë? Pse në Ramazan 33 herë themi veç në taravih? A meditojnë në herë pse ka kërku Allahu ka shpesh me lexu në Fatiha? Dietar të mëdhaj Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, e ka patur zakon, shkon të falte sabahin, e bën të dhikrin. Edhe masane kur e kryen të dhikrin,
Çka jam Armenia? Shejhul Islam, hoxha e Islamit. Jena të hol për Ibn Taymiyyah. E ka librin sa 38 vëllime veç me fetva që kanë mbledh nxënësat e tij dietar Masanej. Që ka Ibn Taymiyyah, Shejhul Islam, hoxha e Islamit, kur e ka kryer dhikrin e mëngjesit, është ulë dhe ka lexu Fatihan. Është ulë ka lexu Elhamdulillah. Jo një herë, jo 2 herë, 100 herë. Fund thot Ibn Qayyim në zonën e tij kur e përfundonte, thot u kthej ke kaun edhe më thej ke që kjo është mëngjesi jam. Nëse nuk e ha, së murem. Që kjo është Fatihaja që kur është ngrit Ebu Hanifja për namaz nate, është lidh në namaz, ka thirr ezani sabahat, ai nuk ka mujt me dal pe Fatihas. Që kjo është me e kuptu pse është seba al-methani, sa shpesh e përsëritëm. Tash masi po e përsëritëm shumë shpesh. A është e udhës me ditë edhe kuptimet? A është e udhës me ditë edhe mësimet? Dietarët kanë bë mund, sahabët kanë bë mund me këshir me kuptu çka janë të thonë Kur'an, me kuptu Kur'anin. U kanë Ikrime ibn Abi Jahl. Ikrime djali i Abu Jahlit. Ky ka pranuar Islamin shumë vonë, ama masënej kur e ka pranuar Islamin, ka shku ka mësu te Abdullah ibn Abbasit, 30 vjet më i ri se ai. Ka shku ka mësu tefsir, e ka komentu këtë Kur'anin me Abdullah ibn Abbasin. Ky thot, e kam kërku thot lidhje me ajetin ku thot Allahu: "Wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi." Dhe ai që del nga shtëpia e tij si muhaxhir drejt Allahut dhe të dërguarit të tij, dhe pastaj vdes, thumma yudrikuhu al-maut, dhe pastaj e zi vdekja, faqad waqa ajruhu ala Allah, sevapi ka shku tek Allahu. Thot 15 vite e kam lyp kush është që këtë që u dal për shtëpis për me bë hijret edhe ka vdek pa më rrinë Medinë. 15 vite, thot talabtu isma ar-rajul, e kam lyp emrin e si burrit 15 vjet. Deri sa thot e ku marr vesh është Damra ibn Jundub. Pse e ka bë këta Ikrime? Që kur të lexon ajetin, me ditë kush është, me shiju kur të lexon, me thonë unë e di kush është që këtë që u dal për shtëpisë tij. Ka dhënë mund që kur të thotë Elhamdulillahi Rabbil Alamin, me di çka po thonë. E kundërta, Iyas ibn Muawiya, dhe me këta me përfundu, kjo ka qenë dietar i madh pej tabinëve. U kanë kadi në Basra, gjykatës. Ky thot: "Mathalul ladhina yaqra'una al-Quran wa la ya'lamuna tafsira." Shembulli i atyre që lexojnë Kur'an, por nuk e din kuptimin, nuk e din komentimin, thot: është sikur të shembulli i atyre, mathalu qaumin ja'ahum kitaban min malakihim layla. Sikur ai popull që ka ardhur një letër prej mbretit të tyre natën. Wa laysa 'indahum misbah. E nuk kanë dritë. Letra i kam rri, por këta janë terë. Nuk kanë dritë, të smujnë me lexu. E thot të natën rrin të e majtë letrën në dorë, ose din çka ka brenda. Se do të me prit mëngjesin për me këshyr çka na ka thonë mbreti brenda letrës. Ai që lexon Fatihën 10 herë, 17 herë, 33 herë brenda dite, po se kupton. Është sikur se shembulli atij që e marr letrën e mbretit, po nuk e din çka ka shkruar mbreti brenda. E na për me ditë çka na ka thënë Zoti në Fatiha, për me ditë mësimet e kësaj sure e madhështore, për me jetu me të, na kena me e majtë inshallah këtë seri. Një do të me kuptu për gjatë këtij dersi. Fatiha është ihtiyaj, nevoje jotja. Allahu ta ka obligu 17 herë me lexu Fatiha. Minimumi. Përderisa ta ka obligu Zoti, ki obligim, ka urtësi edhe dobi pse Allah na ka urdhëruar me një gjë të tillë, e na kemi mundu që gjatë këtyre takimeve me i kuptu disa prej tyre. Inshallah Allah na leson dhe na pranon si përpjekje të sinqertë dhe na shoh në mesin e atyre që këshillohen me librin e tij edhe të bohen në shtëpinë e tij. Subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.